Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: është namazi ai që mundson njeriu të jetë më afër Allahut. Namazi është shërues i shpirtrave të trazuara. Namazi është qetësues i të sëmurëve. Ushqimi i shpirtit, shërimi i zemrës është namazi. Namazi është gëzimi i zemrës time, bevza e syrit tim, a ludon e këtë dëshirë. Lumturia është ajo e cila çdo njeri synon, qoftë njeriu besimtar apo jo besimtar. Të gjithë njerëzit që jetojnë në mundim, punojnë dhe angazhohen për të sjellë vetes lumturi. Mirë po, lumturia e vërtet është ajo të cilën Allahu xhelle shanehu e ka definuar më së miri në mënyrën specifike në Kur'an. Sepse Allahu është krijuesi i njeriut, krijuesi i kësaj bote, botës tjetër dhe krijuesi i gjithësisë. Dhe vetëm ai e di cila